Të dashur shqiptar, jam I vetmi njeri që ju ka bërë juve krenar. Dhe do të krahasohem me një artiste të madhe shqiptare, kosovare, Dua Lipa, e cila sipas mediave amerikane ka dalë në një sfilat me një fustan të bardhë pa brek. Pra, deri ku shkon shqiptari për të bërë I famshëm. Po ti jesh artist I mirë, nuk ka nevojë të dalësh pa brek. Njerëzit vlerësojnë artin tënd. Shakespeare nuk doli pa brek, po ka mbetur I pavdekshëm. Edhe Homeri I kishte të veshura brekët, I shkreti dhe mbeti I pavdekshëm. Që ta dini, jo vetëm që unë I mbaj brekët. Kur shkoj në punë, unë marr me vete në çantë edhe 2 palë brek të tjera. Sepse njeriu me kalimin e moshës fillon dhe I vjen era cjap. Prandaj mua më duan shumë të gjithë studentët, sepse mua më vjen erë mirë, erë parfumesh, ako digjio, edhe unë I ndroj brekët gjatë pushimit. Pra, e vetmi arsye që unë jam I famshëm është kjo. Unë kam zbuluar perandorinë lire. Që se ka ditur njeri, si ka mundësi që ekzistonte perandoria lire. Merrni frym thellë. Arkeologët zviceran kanë gjetur qytetin Magia në Zvicër, qyteti I lirë. Qytetin Magia e kam parashikuar unë. Shikoni filmat e mi dhe lidhet me fjalën shqipe magjia. Kjo është shpjeguar në enciklopedinë e Stefanusit të Bizantit, qytet I lirë që nga shekulli 4 para erës sonë. Çmenduri. Dhe këtë film do ta gjeni ju në filmat e tjerë të mi të mëparshëm, por nuk dihej që ekzistonte ky qytet, sepse nuk është në Shqipëri, është në Zvicër. Ilirët jo vetëm që kanë pushtuar të gjithë gadishullin ilirik. Ilirët kanë krijuar emrin Gjermania, do të shikoni filmat e mi, nga fjala Germos, zjarr, ose fuqia e Apollos për të mbytur zjarmin. Shikoni filmat e mi. Emri I Gjermanisë është me origjinë shqiptare. Por është gjetur qyteti Magjia në Zvicër, pra jo në Shqipëri. Shikoni vetë sepse, si që shikoni pra, nuk ka nevojë t'i heqësh mbathjet. Mund t'i mbash mbathjet dhe t'i jesh me dinjitet edhe I famshëm si unë, ju kam sjell krenarinë kombëtare. Jam I pavdekshëm. Dhe do t'i mbaj mbathjet deri në varr, nuk do t'i heq kurrë. Të dashur shqiptar, unë sot po ju bëj krenar. Jo vetëm që nuk I kam hequr brekët, por unë po ju dhuroj brekët e mia të gjitha shqiptarëve kudo në botë, në Amerikë, në Australi, në Kanada, në Angli, në Gjermani dhe sidomos në Zvicër. A e dini ju që në Zvicër është komuniteti më I madh I shqiptarëve? Dhe mbas këtij filmi jam më së I bindur që do më caktojnë një rrogë të vogël sa për të bler 2 palë mbathje për të mos dalë pa brek, dhe nuk ka nevojë fare për korrupsion, mjafton që ti jesh I dashur për shqiptarët dhe ata t'i dhurojnë lekët vet. Pra pres për ndonjë shpërblim të dashur shqiptar për këtë madhështi, për këtë magji. Ky është qyteti në hartë, qyteti I magjisë në Zvicër, dhe tani do t'rregoj unë se ku është bazuar gjetja e këtij qyteti. Do të kemi parasysh që në vitin 2004 unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe kjo është rënja 1206. Dhe në këtë rënjë përshkruhen fjalët indo-europiane të fjalës fuqi dhe magji. Dhe me këtë rënjë lidhet fjala sëmundem ose smundem, është e një llojit në gjuhë slave, një moge,
Do thot nuk mundem është dhe sëmundja. Pra, gjuha shqipe e ka mbështetur këtë fjalë mbi bazën e gjuhëve slave, fjalën sëmundje, zbulimi im, madhështor. Dhe kjo fjalë është në gjuhët slave, siç e shikoni, sepse janë motra të shqipes, në gjuhën lituaneze, në gjuhën gotike, anglosaksone, në gjuhën greke, në gjuhën armene, po sidomos në gjuhën sanskrite, maga i thon fuqis, i thon edhe dhuratës, begatis. Në gjuhën perse, magus ishte prifti i magjis. Tani unë kam një surprizë për ju. Fjala magus, për mendimin tim, vjen nga origjina e emrit Marduk, dhe ilirët, gjyshërit tanë, i shkurtonin fjalët. Marduk është emri i perëndisë më të fuqishme të Babilonisë. Dhe mbas shkatrimit të Babilonisë, këta magjistar, adhurues të Mardukut, u shpërndan në perandorinë e Persisë dhe preandej lindi fjala magus. Ky është mendimi im i patundshëm. Vetmja gjuhë që i shkurton fjalët është ilirishtja ose gjyshri tan. Amicus e shkurtojnë në mik, Kabalus në kal, Medicus në mjek dhe Marduk e shkurtojnë në magus, prifti i Mardukut. Është përtej imagjinatës njerëzore. Dhe prandej është shpërndar në gjuhën e Indis, në gadishullin e Indis, në gjuhën perse, në gjuhën greke, dhe është origjina e emrit magia. Shikoni me sytë tuaj, qyteti i lirisë, që e kanë gjetur arkeologët zviceran. Nuk gjej dot fjalë. Fjala magjia e shqipes, pra, është qytet i lirë në Zvicër. Merrni frymthell. Banorët e këtij qyteti quheshin Magiates ose Magianos, një lloj si Albanos në Albanopolis. Pra flisin një dialekt helen, kuptohet. Nuk ka asnjë lloj dyshimi për këtë gjë. Të dashur shqiptar, ekziston qyteti Magia në Zvicër. Deri atje janë shtrirë ilirët, madje deri në Gjermani. Emri Gjermania vjen nga ilirishtja. Por ilirët flisin dialekte helene, as që diskutohet kjo. Dhe janë gjyshërit tanë. Pra jo greqisht, flisin dialekte të ngjashme me greqishten. Kjo fjalë është në të gjitha gjuhët indo-europiane, pa përjashtim, edhe gjuhët slave. Nuk është fjalë greke. Në fakt është fjalë perse dhe vjen nga emri Marduk. Është perëndia më e fuqishme e Babilonisë, por kur në shekullin e 4 para erës son, persianët shkatrojnë Babiloninë, këta priftërinj shpërndahen në të gjithë perandorinë persiane dhe arrin deri në Iliri. Dhe këta ngrenë qytetin Magia, çmenduri në Zvicër. Këtë s'u apriste mendja kurrën në kurrës në botë. Unë kam futur këtë sot në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Është qytet i lirë, por nuk ekziston asnjë enciklopedi, është futur sot nga unë. Është gjetur ky qytet në Zvicër. Do ta vë adresën poshtë filmit. Një gjë nuk kuptoj. Filmat në YouTube kanë 100 shikime. Filmat në TikTok kanë 180.000 shikime, të njëjtat filma. Atëherë, autoritetet e gigantit amerikan nuk e pëlqejnë këtë që ilirët flisin dialekte helene. Dhe me qëllim e ulin shikimet. E pastaj, në TikTok, që është e pavarur nga njerëz të shkretëtirës, algoritmi është kinez, në mënyrë të pavarur, unë kam fituar 1000 fishin e shikimeve për çdo film. Jo vetëm kaq, Turbo Albanët kanë marrë filmat e mi, kanë vjedhur, ata kanë fituar akoma më shumë shikime se sa unë.
mbi 3 milion shikime, me filma të vjedhur nga unë. Po nuk ka gjë. Ta gëzojnë. Mi po, në TikTok është një gjë e tillë kur arrin 10.000 ndjekës, mund të marrësh shpërblime ekonomike. Dhe këta matrapaz, këta hajdut, marrin filmat e mi dhe marrin dhurata. Ata që duan të na bëjnë ne dhurata, ju them ndjekësve të mi në TikTok, mund të regjistroheni në kanalin ton në YouTube dhe atje nuk ka nevojë të dërgoni asnjë lloj leku, asnjë lloj dhurate. Mjafton të jeni antar të klubit ton dhe nga reklamat që vijnë është një shumë minimale. Unë mund të blej 2 palë brek. Apo doni që të dalë si Dua Lipa? Me një fustan të bardhë. Doni të mbroj dinjitetin. Thjesht bëhuni antar të akademisë son. Kaq. Edukohuni. Asgjë tjetër, nuk dua asnjë lloj lekësh, asnjë lloj dhurate. Pastaj algoritmi i gjigandit ndoshta do t'i shikoj shikimet, do t'i rrisi, ndoshta. Këtë mund të bëni. Mos i vidhni filmat e mi, ju lutem. Na lini të blini 2 palë brek, ju lutem. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor, se po ju azbardh faqen. Nuk kam nevojë të vesh fustan të bardh. Unë ju kam zbardhur fytyrën.